Në kapitullin e 15 të Gjonit na thot një paragraf shumë të bukur që është e nevojshme të ta shoqëroj jetën tonë dhe akoma sot më tepër, më falni. Dhe të na thot Zoti në kapitullin e 15 se unë jam hardhia e vërtet dhe ju shërmendet. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Dhe kështu do të sjell shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe këtë duhet ta krahasojmë në jetën tonë frymërore. Jo pa vëlla Panajotin, jo pa vëlla Andrean Thanasin apo Jorgon, apo pa motrën Marin, por pa mua. Ku këtë të thotë se është Zoti jon Jezu Krishti, drejtuesi dhe Zoti jon, i cili don të vijë dhe të futet në mes të vreshtit, në hardhit, në atë bukuri që ka lënë në këtë botë. Por ushton thellë kjo në të përditshmen tonë që thot pa mua nuk mund të bëni asgjë. Pa mua nuk mund të bësh asgjë. Për këtë arsye duhet të japim kujdes të veçantë që të jetë Zoti në mes tesh, të ecë me mënyrën që ai din dhe të menaxhoj gjithë secilin prej nesh. Sido që të jetë këtë na thot edhe te kishat e zboleset që thot unë eci në mes të 7 shandanëve të arit. Por nuk është vetëm të ecë, por edhe ta shohim të veprojë nëpërmjet frymës të shenjtë. Sepse kjo është ajo që kërkohet. Ajo që kërkohet sot e dini shumë herë, kemi thënë dhe nuk them se bëjmë gabim. Çfarë bëra, më thuaj? Shumë herë, vëllezër dhe motra, përqendrohemi tek predikimi, dhe kujtojmë fjalën e Perëndis. Predikim për vreshtin, predikim për njërin, për tjetrën, mësojmë shumë gjëra të bukura, por problemi nuk është vetëm të mësojmë. Ajo që kërkohet është që kur të ikim prej kësaj salle sot, të jetë bërë diçka në jetën tonë. Të ketë ndryshuar diçka. Të kemi ndjerë praninë e Perëndis. Të kemi atë dëshirën dhe atë oreksin që t'i japim të drejtën Zotit që të veprojë në jetën tonë. Në jetën tonë personale, familjare dhe në jetën tonë në kishë. Dhe nëse don Zoti, kështu thash dikur. Dhe e bëri, them, o Zot ndryshoj të gjitha. Të jap të drejtën që ti ndërrosh të gjitha gjërat dhe i ndryshoj në mua. Sepse ai që don të ketë menaxhimin në jetën time është vetëm Zoti. Dhe tani çdo njeri duhet të ulet, të kuptoj se ku gjendet, se ku është. Dhe shumë herë u flas vëllezërve dhe them, vëllezër të dashur, sikur kemi dëgjuar shumë herë se ky vend dhe kjo shtëpi e shtëpi lutjejet. Dhe vetmja e drejtë që ta jepet dhe më jepet është të marr një jastek dhe ta dua shumë këtë vend. Dhe ti flas. As ti flas atij që është pranë mejet, asgjë. Është ora e pendesës, është ora e lutjes, është ora të vinë zemra jonë përpara Zotit. Ti flas, nuk dua të hyj në një gjendje fetare, nuk dua të them, hajde po shkoj në kishë, duhet të shkoj në atë vend ku sido që të jetë mblidhen disa persona që dua t'i shoh, më pëlqen t'i shoh,
bukur kjo, por ajo që kërkohet është se çfarë bëri Krishti sot. Çfarë don Zoti të bëj me ty dhe me mua sot? Pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe në jetën tonë, vëllezër dhe motra, do të ik, sikur kemi dëgjuar shumë herë, do të ik nga mesi e goja. Fjala unë, kjo që thot unë, sa na mundon, nga më i vogli deri tek më i madhi. Ti e bër, jo unë, Zoti e bëri në mua. Ti e the, jo unë. Mirë është të thuash jo unë, por kur duhet. Ja të shohim tani diçka që do ta shohim sot nga një njeri që ka të na jap shumë shembuj. Përpara do të lexoj nga letra drejtuar Korintasve. Ku vjen vëllai Pali të na flas dhe të na thot diçka shumë të bukur. Tek letra parë e Korintasve në kapitullin e 15, lexoj shpejt që të arrij aty ku dua. Tani vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marr, pra e para gjë që bëhet e moret, dhe të dytën çfarë bëhet, mbi të cilën qëndroni, dhe vjen me anë të cilit ju jeni shpëtuar, nëse do ta mbani fjalën që ju kam predikuar, veç nëse besuat kot. Sepse unë ju kam transmetuar para se gjithash ato që edhe ata vet i kanë marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Pastaj ju shfaq një herë të vetme me shumë se 500 vëllezërve, për të cilëvet më të shumtët rrojnë edhe sot. Kurse disa kanë rënë në gjumë, me pas ju shfaq Jakobit dhe pastaj gjitha apostujve dhe me fund bu shfaq edhe mua, si të dështimit. Po, vendin e fundit zën Pali, sepse unë jam i vogli apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem apostull sepse kam përdjekur kishën e Perëndisë. Sa mirë është të mundesh të marrësh këtë pozicion. Çfarë të bësh, domethënë? Të kujtosh se nga ku dole. Të kujtosh se ç'bëri Perëndia në jetën tënde, kush ishe? Çfarë ndodhi në jetën tënde? Mos shif të tanishmen, por të shohim të djeshmen. Do të më thuash, vëlla, do të shoh të djeshmen? Patjetër. E dini se njerëzit që nuk e din historinë, nuk mund të din as të ardhmen. Duhet të dish historinë që të shofësh se kush është e ardhmja, sepse gjithmonë historia përsëritet. Dhe në shkrimin të gjitha ato që sot na jepet mundësia që t'i njohim, janë thjesht t'i kuptojmë të atëhershmën, por të shohim edhe se si jemi sot. Dhe vjen dhe thot, merr këtë pozicion si të dështimit, thot, pra i fundit. Na pëlqen një pozicion i tillë. I fundit fare, i fundit nga të gjitha apostujt, po thot i fundit. Po sepse unë e përndoqa kishën. Sa bukur, sa i bekuar që është, sa mirë që e thot. Por hir të Perëndis jam ai që jam. Tani vazhdojmë dhe futemi pra në hirin e Perëndis. Ajo që jam është hiri i Perëndis, bukur. Dhe tek unë, mua, ky hir nuk më erdhi kot, por u mundova më shumë nga gjithë të tjerët. Vrapova, më dha mundësia, vrapova, kjo është fillimi, dhe është shumë bukur të dashur vëllezër të bukur dhe motra, fillimi i bukur, Sa mirë që ka
jeta jon e parë, gëzimi jon, nuk kërkuam asgjë. Kujdes, që do të kërkonim në fillim, Dhe me thënë, erdhi ajo mirësi në jetën tonë, nuk ishim asgjë, dhe do të kërkonim edhe diçka, Asgjë nuk kërkuam në fillim. Asgjë nuk kërkuam, asun nuk kërkova asgjë në fillim të besimit, dhe isha shumë i lumtur, shumë i gëzuar, shumë i bekuar. Shkoja atje në kish, dëgjoja predikimin aty, shumë bukur. Më thoshnin, pe diçka, jo thoja, asgjë. Ma pe ndonjë sjellje të habitshme, të gjithë të përsmarit ishin të gjithë. Ma as kërkush nuk të shqetësoj, as kërkush. Të gjithë përsmarit. Ma as kërkush nuk të mërziti, as kërkush. Të shkojmë, të flasim atje, atë bënim që të mundim, çfarë mundenim dhe thot, sa bukur thot, për hir të Perëndis jam ai që jam. Hiri i Perëndis është ajo që je, por kujdes vëlla, mos ndrysho pozicionin. Mos ndrysho pozicionin që thua se kemi tani. Sepse e dini vëllezër dhe motra se rënja pastaj vjen shumë shpejt. Po të lexoni letrën drejtuar Efesianëve, është një letër e përsosur. Por rënja pastaj erdhi shumë shpejt. Kujtohu se nga ke rën, pendohu, e le dashurinë e parë. Dhe mundësisht ekziston kisha Filadelfis ku i drejtohet apostulli Paul duke i thënë: je kisha e vetme që i thot, mbaj atë që more. Mbaj atë që more që të mos marrë kush kuroren tënde, thot Gjoni jo Pali. Ki kujdes pastaj rënjen. Kujdes, sepse nga kisha Filadelfis mund të bësh kish e Tiatirës. Mund të bësh kish e Laodices. Mund të bësh kish e Efesit. Nuk ka rëndësi se si ke filluar, bukur të fillosh mirë, por rëndësi ka se si do të mbarosh. Dhe sa herë nuk keni dëgjuar nga predikimet, dhe s'kemi dëgjuar nga predikimet, se vazhduam shumë bukur. Dhe vëllezër në mes nesh kaluan shumë bukur. Njerëz të mirë në mes nesh, vite me radhë, mund t'i kujtojmë, rëndësi nuk ka nëse kaluan, rëndësi ka se si mbaruan. Për këtë arsye apostulli Paul vjen dhe thot se luftën e mirë luftova. Luftën e mirë. Udhën çfarë bëra me udhën time? E mbarova udhën time. Dhe kaq ishte, jo thot. Besimin thot e mirëmbajta. Qëndrova domethënë aty ku donte Zoti të jem. Në atë pikë ku më don Zoti. Ma do të më thuash në cilën pikë? Në pikën më të mirë, që të kesh edhe hirin e Perëndisë dhe ti edhe unë, tek të përulurit bën hir. Jo tek përulja me hipokrizi, jo në gjërat e tilla, jo. Në atë krenarinë e përuljese, domethënë duke u përulur të mburrësh brenda tejet. Jo. Dhe vjen tani dhe thot diçka shumë të bukur. Por jo unë thot, por hiri i Perëndisë në mua. Do më thënë, jo unë. Po Pal, ja pra, një tjetër Jozef. Ma sa i mirë që e Pal. Jo unë, thot, për hiri i Perëndisë në mua. Të njëjtën gjë kishte thënë, edhe në dhjatën e vjetër, thot, ti e ai që shpjegon ëndrat, Jozefit, Faraonit ja tha, jo unë Faraon. Po gjë e madhe vëllezër dhe motra që të thuash jo unë. Jo unë, por hiri i Perëndisë në mua. Hiri i Perëndisë, ai është që është me ne. Dhe tani vi dhe them këtë që mendoj pra. Shumë thjesht. Hiri i Perëndisë bashkë me Palin që thot jo unë. Përse një angjëll i Satanit ta godas. Përse një gjem në mish? Ma çfarë bëhet me këtë?
mundohet, vrapon, shërben, në çdo moment thot jo unë, mos më shihni mua, nuk jam unë, për hiri i Perëndis. Por ky gjemt në mish ç'është? Cila është arsyeja? Ja ta shohim pak tani. Të shohim një tjetër ego. Ja të shkojmë vëllezër pak tek letra e dytë e drejtuar Korintasve të shohim diçka. Në kapitullin e 11, në të njëjtën kish flet përsëri fjala Perëndis. Do t'ju flas pra apostulli Paul për marrëzinë e tyre. Se si i fejoj me një burr që të paraqes të virgjëren përpara Krishtit, që tregoj frikën pra që ka se mos vall gjarpri e mashtroi Evën me dinakrinë e tij duke u aprish mendjen, duke larguar nga thjeshtësia e Krishtit. Mos dikush tjetër do të vijë dhe t'ju predikojë një Jezus tjetër që ne nuk e kemi predikuar. Ose po të merrni një frym tjetër që nuk e keni marrë, ose një ungjill tjetër që nuk e keni pranuar, do të adhuroni të fort mirë. Shikoni tani se çfarë thot këtu. Unë mendoj, thot se nuk kam qenë as pak më poshtë nga apostujt më të shquar. Edhe megjithse jam i thjesht në të folur, nuk jam i tillë në ditori, madje në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha gjërat ju a kemi treguar. Nuk jam as pak më poshtë se apostujt e tjerë. Kush ishte Gjoni? Edhe unë njësoj. Kush ishte Pjetër? Edhe unë njësoj. Kush ishte Jakobi? Edhe unë njësoj si ata. Nuk jam më poshtë se këto. Përse? Sepse thjesht shenjat e apostujve mu shfaqen edhe mua. I pat të gjitha. Pat se si veproi Perëndia me mua, thot Pali. Nuk isha unë diçka i parëndësishmi, diçka që mund ta kalonit kështu kollaj. Jo, isha edhe unë një apostull. Jam edhe unë një njeri që zgjodhi Perëndia. Dhe shikoni tani se ç'thot tek 21. Tek 16 thot: po e them përsëri, askush të mos më mendoj se unë jam i marr. Më lini pak të burrem edhe unë, Me pranoni edhe si të marr që edhe unë të mburrem pakës. Do të mburja guximin tim, po nuk e them sipas Zotit, por në marrëzi. Ebrej janë, edhe unë hebre. Izraelit janë, jam edhe unë. Janë pasardhës të Abrahamit, jam edhe unë, paragraf 22. Janë shërbëtor të Krishtit, po, flas si pa mend, unë jam edhe më tepër se këta. Po, në mundime më tepër, në goditje më tepër, në burgje më tepër, dhe shpesh në rrezik për vdekje. Ma çfarë na thua tani Paul? Çfarë do të na thuash tani? Do të na tregosh jetën tënde, ato që vuajte për Jezu Krishtin? Për të gjitha ato që në jetën tënde vuajte? Se sa dru hëngre? Nga Judejt mora 5 herë, nga 40 kam gjik pa një. 3 herë më rahen me shkopin, 1 herë më qelluan me gur, 3 herë me mbujtania në det, kalova 1 ditë e 1 natë në humner, në udhëtimet e shpeshta, në rreziqe lumenjsh, rreziqe kusaresht, në rrezik nga ana bashkëdhetarëve, në lodhje, në mundim, në netet pa gjumë, në uri, në etje. Përveç këtyre gjërave të jashtme, ajo që më mundon çdo ditë është kujdesja për të gjitha kishat. Dhe për të gjitha këto, Zoti Perëndi i din dhe nuk gënjej. Pra, sa bukur e, na tregove tani se çfarë bëhet. Të më thënë, po të mundja do të sillja këtu vlla Jorgon, të këtu pranë mejet, dhe ta shifnit. Kë do të shikonit? Vlla Jorgon, edhe mua do të më shifnit. 20 vjet në Krishtin, edhe unë 20 vjet në Krishtin. U pakzua me frymën e shenjtë, edhe unë. Bëri fëmijë, edhe unë bëra. Bëri nipër dhe mbesa, edhe unë. Me shumë nipër dhe mbesa, do të arri edhe unë. Ma çfarë bëhet? Vazhdon tani me njeriu të bëjë çfarë? Të thotë,
egon, do më thënë unë, do më thënë çfarë nevoje të ke? Kush është arsyeja që të prezantosh veten tënde? Cila është arsye që të shfaqesh, do më thënë, të tregosh se çfarë ka bërë Krishti në jetën tënde? Përse ta bëj këtë? Përse të prezantoj veten time? Ma shkojnë të tjerë dhe çfarë do të thotë kjo? Mos vallë, unë do të humbas shpërblimin tim. Mos Zoti do të më thotë din diçka. Nuk the atë fjalën unë, jo vëllezër dhe motra, por Zoti do të më thotë eja shërptor i mirë dhe besnik. Kur të kesh thënë jo unë. Sepse tani vjen në këtë pozicion të përshtatshëm dhe thërret, duke thënë nuk më intereson, nuk më është në dobi të mburrem. Për të flas për zbulesa, do t'ju flas për një njeri që u rëmbye, u bë ajo që u bë, do të arrit tek shtata për më shpejt. Dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish. Një engjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Të mos mburresh, të mos mbahesh me të madh. Do më thënë, mund të bëhet dhe mund të ndodhë diçka në jetën time në mënyrë që të jetë për interesin tim, në favorin tim, le ta marrim pak ndryshe. Nëse nuk kishte asnjë mburrje tek pali, sepse vetë ai e thot të mos mburrem, thot. Mu dha gjemb në mish që të mos mbaj veten pak më lart. Dhe të Gallatasit ju thot nuk më përçmuat as pak. Me pat nuk më përçmuat për paraqitjen që kam, për sjelljen që sillem dhe mundësisht donit edhe syt të më jepnit, sytë tuaj. Ti nxirrni syt tuaj dhe të më jepni. Tani çfarë ka ndodhur në ju? Për shkak të zbulesave të mëdhaja. Dhe është nevojshme tani vëllezër dhe motra, akoma dhe tek pali, që të ik fjala që thot unë. Dhe nuk është vetëm pali, që është një punëtor që s'ka nevojë të kemi ndonjë prezantim për te, por je ti dhe unë. Dhe nëse vazhdon në jetën tënde dhe vazhdoj në jetën time të paraqes veten time dhe të prezantoj veten time duke harruar në jetën time personale se kush isha. Çfarë isha? Çfarë u bë? Si u bë? Dhe harroj në jetën time dhe thjesht tani krahasohem, tani numëroj shtatlartësinë time, jetën time, gjendjen time frymërore, kam një rrugë pranë mejet, rreth e qark mejet, mbas mejet, dhe nuk mund të pranoj asgjë tjetër, nuk mund të pranoj zhvlerësimin. Vëlla dhe motër, nuk ke nevojë për asgjë. Dhe askush nuk është nevojshme të thot apo të më thot bravo. Eja shërptor i mirë dhe besnik do të dëgjosh vetëm nga goja e Zotit ton. Dhe dini se në jetën time dhe në jetën tonë, përfundimisht, sa më shumë të shfaqet e goja jonë, për këtë vazhdova, nga ky paragraf, se pa mua nuk mund të bëni asgjë. Aq sa të regohet e goja ime, aq sa të regohet jeta ime frymërore, dhuntit frymërore që kam, të gjitha ato që mund të lartësojnë veten time, që ta shfaqin dhe që në paraqitjen tonë është diçka kapa një herë veten time. Por shumë herë kam kapur veten time, jo një herë, por për një herë t'ju them tani. Mburresha për të tjera gjëra. Shkoja për shembull, them tani një shembull për fëmijët e mi,
kishin mesatare shumë të mirë në shkollë. Dhe këtë e bëjnë përgjithsisht gratë, por shkonim, nëjse, mbaroj fëmija nga shkolla, po mbaroj shkollën. Sa bukur. E mori diftesen, sa e nxori mesataren, sepse shef të endin që ka marrë 19, do më thënë 19 është mesatarja, 20 është maksimumi, sikur është 10 në Shqipëri. Kurse për tjetër mund tjetë 15. Sikur ti thuash, hajde më pyet edhe mua tani që të them edhe unë për fëmijën tim se ka ty me sa e mori me 19 diftesën mesataren, e? Dhe çfarë do të thotë kjo? Vëllezër dhe motra, sa të vegjël jemi. Sa të vegjël jemi dhe se sa duhet të qëndrojmë përpara Perëndisë dhe të themi me fal mua mëkatarin o Zot. Sa të vegjël jemi kur duam të tregojmë veten tonë dhe sa të bekuar jemi kur nuk kemi asnjë dëshirë që të tregojmë asgjë nga vetja jonë. Asgjë. Ta pranoj, ta ndjej atë xheron e plot në mua. Sido që të jetë sa shembuj të mirë që ka, besoj se tek të gjithë ju, se tani shkon mendja tek fariseu dhe tek teloni. Targambledhësi, më falni. Në xero plotësisht. Me fal mua mëkatarin. Dhe në egon, unë çfarë bëj? Jap të 10 në të gjitha sa kam, u jap të varfërvet. Bëj agjerime, lutje. Nuk jam edhe sikur ky targambledhës këtu që është zero plotësisht, të dashur vëllezër dhe motra. Në zero të plot, Zoti jep hir. Dhe e dini nga që kisha atë provojën dhe dëshirën dhe mora disa përshtypje nga disa udhëtime që bëra, dhe t'u them diçka. Lum ose më falni, uroj që ta kuptojmë shumë shpejt dhe të ik çfarëdo mburrjet nga jeta jonë. Çfarëdo lloj mburrjet. Përse? Sepse nuk e di nëse ju kisha thënë në mësimin e kaluar, në predikimin, diçka që më mësoi Zoti ishte vetëm kjo. Nuk ke të drejtë të përçmosh dhe të thuash një të papastër as një njeri. Ishte urdhëri i shprehur që mora në jetën time fëmërore. Nuk ke të drejtë të thuash dikujt se është i papastër. Dhe aty të vetmen që bëra, ula kokën dhe thash, Zot, ke të drejtën e plot sikur gjithmonë. Të vetmen që dua të bëj është shumë thjesht të bie me grusht gjoksit tim dhe t'i them me fal o Zot dhe ndihmom. Dhe nëse u lartësua e goja ime, të lutem ndihmom që ta heqi, të mos kërkojmë që Zoti është diçka që e mësova që nga fillimi dhe e kam mbajtur shumë mirë. Na thoshte vëllai, mos i kërko Perëndis të të përul. Sepse dora e Perëndis është e rëndë, por thot përuluni në krahun e shtrirë të shumë të lartit që t'ju lartësoj në kohën e vet. Dhe është shumë bukur. Vëllezër dhe motra, çfarë thoni? Nuk është që të themi sot jo unë, asnjë mburrje, asgjë. Të vetmen që duam është se pa ty nuk mund të bëjmë asgjë. Eja në mes nesh o Zot, të lutem.
eja dhe ti lartësohu dhe lartësoje emrin tënd. Amen.